dal nga dal do të vje procesin, natyrisht kjo shkon sigurisht në rrugë, vetë martohet, edhe nuk i them, provoj të bëhem e fort, po shpesh herë thëm, ai mësu me te. E kemi kuptu se Angjelusha e ka një surprizë për ty dhe ka dërgu një letër për ty. Që ne kemi më ta lexu sonte në emision. Drita e syve të mi. Dashurinë që unë kam për ty, mundohem me ta shpreh çdo ditë. Por sot dua gjithë bota ta dëgjoj sa veçantë je për mua. Ti je personi më i rëndësishëm në jetën time. Je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Mame, faleminderit për gjithçka që ke qenë dhe je për mua. Faleminderit për forcën tënde, për durimin, për sakrificat që i bëre në heshje dhe për betejat që i fitove pa u ankuar. Je grua e fortë që ka kaluar sfida të mëdha, po nuk u dorëzove kurrë. Edhe kur jeta ishte e vështirë, ti qëndrove drejt për ne, për familjen, për dashurinë. Je streha ime në çdo stuhi, zëri që më qetëson, dhe lutja që më mbron edhe kur jam larg. Nëse sot jam më e fortë, me sigurt dhe mirënjohëse për jetën. Kjo është sepse kam pasur një nën si ti. Ti je fillimi gjithçkaje, je rruga që nuk humbet kurrë, je ngushëllimi ynë në pikëllim, shpresa jonë në dëshpërim dhe forca jonë në dobësi. Je krenaria ime, rënja ime, bekimi im më i madh. Çdo hapi imi mban brenda sakrificën tënde, çdo suksesi imi ka gjurmën tënde. Jam krenare për ty, për zemrën tënde të madhe, për durimin, për mençurinë dhe për mënyrën si ditë të mbash të gjithë bashkë. Ti je shembulli im më i fortë i dashurisë së vërtet. Të paça gjithmonë më shëndet e pranë vetes, sepse ti i jep kuptim jetës time. Me ty, jeta ime është si një kopsht, i mbushur me lule të bukura e shumëngjyrshëm. Faleminderit për gjithçka që ke bërë dhe vazhdon të bësh për mua. Faleminderit që je nën, shoqe, mbështetje dhe bekim në jetën time. Të dua pafund, sot e çdo ditë. Zoti të ruaj gjithmonë. Një kujtim të vogël, gjithmonë kam qenë gjumashe. Ajo që e shtyn alarmin veç edhe 5 minuta. Por që nga fëmijëria, mami gjithmonë ka hyrë në dhomën time pa zhurmë. Jo për më mëzgju me fjalë, po me puthje. Kur hapja syt, i gjeja buzët të saj në ballë, në faqe, ose mbi dorën time. Ato puthje të mëngjesit janë një nga kujtimet më të bukura e më të dashura që i kam e vazhdojnë ende të jenë. Buzët, si gjithmonë, ngjyrë pembe. Nga Angjelusha jote. Bonë me latë. Letra më e bukur që e kam lexuar ndonjëherë. A dhe pse se kjo... Një mëngjes ka qenë bukur, një lidhje ka qenë bukur. Shumë që ka bu tatuën fëmijë, e ka dhe në shkrimin e agimit dorën tjetër. Edhe aja pe telefonin edhe mrapa e marrë fotografin tem, edhe kur zngopet me mu, e tash dal nga dal do të vje procesin, natyrisht kjo shkon sigurisht në rrugë, vetë martohet, edhe nuk i them, provoj të bëhem e fort, po shpesh herë thëm, ai mësu me te, i kem dhoma të ofër 2-3 herë natën, hi e këshyri. Ingja je mirë, ka njerë më duke të konzimin shumë, kam friki thot ajri. Si çdo nanë, që është banë për fëmijë, po me këta kam shumë lidhjen tepër të madhe, edhe kjo është shumë një vajzë e veçantë. Nuk ja gjej shoqën kërkon heq.